zhvillimin e aktualitetit në vend, kryesisht jemi ndalur tek politika, ndalemi tani tek rasti i opozitës dhe foltoria. Kuçana, në Partinë Demokratike ka një iniciativë të re sa i përket përballjes, po themi kështu, me qeverinë, duke bërë një lloj aksioni kundër në parlament, por edhe duke shtrirë atë në bulevard, konkretisht përpara kryeministrisë. Do të jetë foltoria diçka konkrete që Partia Demokratike ose demokratët më saktë mund të shpresojnë për të arritur në raport me qeverinë? Foltoria patjetër dhe çdo foltore, çdo protestë, çdo reagim qytetar besoj se i bën mirë demokracisë. Dhe një demokraci kur është në gramat e fundit siç jemi sot, mendoj që çdo foltore do t'i bëj mirë. Patjetër unë foltorën e shikoj edhe si një mundësi për hapjen e Partisë Demokratike. Ndoshta duke qenë se do kemi zgjedhjet parakoshme, ndoshta nga kjo foltore mund të prodhohet edhe ai kopi i ri që ka nevojë Partia Demokratike. Po, më lejoni ta them, do të ishte një mundësi e shkëlqyer që nëpërmjet kësaj foltorie të dilin njerëz të cilët të artikulonin politikisht, njerëz qytetar, njerëz aktivist, intelektual, të cilët artikulojnë dhe ndoshta këtu tjetë edhe, po themi, hapja Partisë Demokratike, e cila është shumë urgjente, e domosdoshme, por mendoj që në një moment si ky, ku zëvendës kryeministria ka 6 orë në zyrë me kryeministrin, pra le ta theksojmë, GKK-o ka pezulluar zëvendës kryeministrin, por zëvendës kryeministria me sa duket nuk do të dalë pa pezulluar kryeministrin e vendit. Dhe këtë po ja u them në një situatë që është shumë të largët, do duhet që Edi Rama ose të jap dorëheqje ose të ikë me revoltë popullore, po ju siguroj që ai do duhet paraqitet edhe në ambientet e SPAK-ut dhe së shpejti do ta shohim, besoni për këtë pjesë, përpara drejtësisë, pasi çështjet janë të shumta, por më lejoni t'ju them që Edi Rama, më lejoni të rikthehem aty ku e nisëm, Edi Rama kur ka shkruar librin Kurbani, dhe unë mendoj që asgjë më shumë sot nuk i duhet rikthyer Edi Ramës Kurbani dhe lexuesve Kurbanin, nuk ka menduar që Belinda Balluku do ta bëj kurban Edi Ramën. Pra, kjo vjen në një farë forme me rezistencat që mund bëhet nga opozita me reagimin qytetar, nuk e shohim këtë gjë tani. Prandaj them se cila shpresa e demokratëve se edhe në foltorën e fundit që është zhvilluar ka qenë tani nuk po bojun para gjykusin, por një numër i pakt qytetarësh për hir të së vërtetës. Apo nuk bjem dakord në këtë pjesë? Unë ju siguroj që çdo protest i bën mirë Shqipërisë dhe demokracisë, edhe sikur një person i vetëm të protestojë, kjo është një tregues i mirë se ka protest, ka reagim qytetar, dhe kur një demokraci ndodhet në rrezik, kjo është tregues shumë i mirë. Patjetër që opozita ka nevojë për inovim, patjetër që opozita ka nevojë për frymarrje. Do ta lejoj Berisha këtë gjë? Patjetër, po do ta bëj vetë Berisha. Kurse me sa duken deklarata nuk. Ky duhet jetë ndoshta lajmi që duhet bëni nga ky televizion për treguar, po, do ta bëj vetë Berisha. Si do e bëj? Me aq sa e njeh unë Sali Berishën, jam e bindur që Sali Berisha, përveç se arriti që të mbajë opozitën në këmbë, le ta themi, Partia Demokratike u përça, kaloi disa peripetësi, dhe sot arriti të mbajë një opozitë në këmbë. E mirë, e dobët, këtë le të flasim çfarë të doni, por arriti të mbajë një opozitë në këmbë. Unë ju siguroj që Sali Berisha, duke e njohur, se unë e njoh mirë Sali Berishën, nuk do t'ik nga politika dhe nuk do të largohet nga politika pa e sjell Partinë Demokratike në pushtet. Po pra, kjo nuk është hapje ndaj të rinjve. Do ta bëj hapje ndaj të rinjve. Kur të sjellin në pushtet. Do ta bëj PD-n alternativë qeverisëse. Këtu do jemi, do flasim sërish. Pra, për të gjitha ata 1001 pikë pyetjet, nëse Sali Berisha është për hallin e vet apo për Partinë Demokratike, po ju them që Sali Berisha nuk do t'iki pa e bërë Partinë Demokratike alternativë qeverisëse. I sigurt që do të jemi së bashku? Po, Berisha do t'jetë edhe për një takim, po themi, në një summit, ku tregon qartazi që tashmë Berisha jo vetëm se do të lëvizi në lëvizjet e tij kombëtare për hapjen e PD-s, për forcimin e PD-s, por tashmë Berisha ka filluar të lëvizi edhe ndërkombëtarisht. Mendoj që ky është një lajm i mirë, është një lajm i mirë për Partinë Demokratike, por ajo çka intereson shqiptarëve sot, sepse ne do të flasim për shqiptarët, është se më lejoni t'ju them që Belinda Balluku sot është ajo e cila do të pezullojë Edi Ramën. Belinda Balluku do të jetë fundi i Edi Ramës. Do të jemi së bashku padyshim.